Në Cirik të Zvicrës, zyra e Agjencionit për Investime e udhëhequr nga Kreshnik Bekteshi, e cila funksionon pranë ambasadës së Maqedonisë në Bern, organizoi një forum ekonomik mbi mundësitë e investimeve që kanë afaristët tanë që veprojnë në Zvicër për të investuar në vendin tonë, ku nëpërmjet programit i quajtur SEC mund të përfitojnë grande për investime deri në 500.000 euro. Para biznismenve zvicran për të prezentuar përparësitë dhe mundësitë e investimeve në vendin tonë, të pranishëm ishin funksionar të lartë nga qeveria e Maqedonisë, mes tyre i pranishëm ishte edhe ministri i investimeve Arlind Zeqiri, me të cilin zhvilluam një bashkëbisedim për të mësuar se cilat janë mundësitë e investimit në vendin tonë nga afaristët që veprojnë në shtetin zvicran. Po ideja apo platforma e biznesit për të promovuar biznes ofertën e Maqedonisë, ne këtë gjë bëjmë në kontinuitet. Paraprakisht kam jetu dhe operu në Zvicër për 3 vite dhe është diçka që po kthehem prap aty ku ja fillova me temën investoni në Maqedoni. Dhe sot para publikut kishim mundësi të japim hapësirën e kompanive zvicerane që duan të operojnë në Maqedoni dhe atyre ju dham mundësi dhe kushtet të cilat Maqedonia i ofron për të bërë biznes në Maqedoni, po diçka një kombinim të interesant që u bën në këtë rast ishte dhe paraqitja e platformës të Startup Fondit, e cila Startup Fondi jepet nga shteti zvicran, konkretisht nga SECO, ku ishte drejtori zotri Andreas Ragac, i cili prezentoi këto mundësi, prezentoi platformën e startupit dhe kompanitë të cilat vinë nga Maqedonia dhe të njëjtit kanë fituar këtë lloj grant apo kredi në Maqedoni. Dhe kombinimi i gjithë kësaj mund të jetë edhe përgjigje e pyetjes juaj, që kjo ishte si një win-win para publikut zviceran, po edhe para publikut apo mërgatës tonë që jeton dhe vepron në Zvicër. Aktualisht, sa investime kemi nëse kemi nga shteti zviceran në Maqedoni dhe të kujt profili mund të jenë këto investime? Nga Zvicra ka investime të huaja, ato sot promovun apo tregun të ekzistuarit apo të qenurit e tyre aktiv në Maqedoni, tregun përvojat e tyre të mira, tregun çfarë duhet ne të marrim masa si qeveri apo si institucione që jemi dhe këtu kishim 4 kompani të cilat veç operojnë në Maqedoni, njëra prej tyre është në sektorin e farmaceutikës, tjetra në prodhim të dritareve dhe dyrëve special, kompania e tretë është në IT dhe një kompani tjetër bën outsourcing. Domethënë gjithë këto mbulojnë një numër total të rreth 650 punëtorëve. Ju e dini shumë mirë, domethënë që këtu në Zvicër përveç se ka një numër të madh të shtetësve shqiptar të bashkombësve tanë, ka dhe afaristë me origjinë, domethënë pra nga vendi ynë. Sa ato janë të interesuar dhe cili mund të jetë mesazhi juaj tani drejtuar atyre që këtë lloj investimi mund domethënë ta ndërmarrin për të realizuar me vetë faktin që po në këtë formë po trajtojmë edhe institucionalisht qytetarët e Maqedonisë të cilët jetojnë jashtë Maqedonie dhe sot prezantuam startupin dhe në këtë formë ata kanë një mundësi plus përveç beneficioneve shtetërore që jep Republika e Maqedonisë, ata të shfrytëzojnë një bonus tjetër, të cilën më herët shumica e mërgatës tonë nuk e ka ditë dhe tani më e ka si informacion për të vepruar aktivisht apo për të pat një koncept mbi një ide që të vijë dhe të investojmë vendindje. Për ta konkretizuar, nëse dikush është i interesuar, cili duhet të jetë hapi i parë? Hapi i parë të ketë vullnet mirë dhe hapin tjetër ne do ta përmbushim gjitha kërkesat e tyre që kanë sa i përket kësaj që folëm këtu në Business Forum, në atë që prezantuam dhe i rim gjithë fjalëve tona pas dhe jemi të gatshëm të ju ndihmojmë në çdo moment dhe çdo aspekt. Aq më shumë që tani më kanë filluar investimet në zonën e lirë ekonomike edhe në Tetova. Sot promovuam në fakt në Tetova Shop Lear Corporation, një korporat shumë e madhe gjigante amerikane, ku do të punësojë rreth 3000 njerëz dhe investimi do të arrijë deri në 14 milionë euro. Dhe shpresojmë që të na shtohen dhe të vazhdojnë ky lloj trendi investimeve të huaja në vendin tonë.
Maqedonia, sipas të pranishmeve, është e njohur nga institucionet më të rëndësishme ekonomike si një vend me një klimë të favorshme të biznesit dhe një nga vendet që kanë realizuar shumicën e reformave që kanë për qëllim përmirësimin e kushteve për të bërë biznes. Kështu, funksionarët e ardhur nga Shkupi thanë se Maqedonia është e përkushtuar për të krijuar hapësira dhe infrastrukturë të volitshme për investitorët, ku për të gjithë ato bashkëdhetar që kanë biznese në Zvicër e që janë të interesuar të investojnë në vendlindje, sqaron për mikrofonin e televizionit Gurra në një intervistë të zhvilluar me udhëheqësin e zyrës për investime Kreshnik Bekteshi, i cili flet për mundësitë e fitimit të granteve që jep qeveria zvicrane për investime në vlerë deri në 500.000 euro. Pikës pari, zotri Bekim, do më lejoni që t'u faleminderoj në emrin tim personal, që keni marrë rrugën dhe të vini deri në Ciri, dhe jo vetëm të informoni popullatën tonë për ngjarjen në Maqedoni, por edhe për ngjarjet që ndodhin jashtë saj. Ju përgëzoj për punën që e bëni dhe sa i përket Business Forumit në të cilin sapo morëm pjesë, dua të theksoj se Business Forumet të këtij lloji Qeveria e Republikës së Maqedonisë organizon pothuajse të gjithë shtetet e Evropës, në Amerikë, por edhe në shtetet aziatike. Qëllimi i këtyre Business Forumeve është të informojmë kompanitë e huaja rreth mundësive dhe klimës së biznesit në Republikën e Maqedonisë dhe mundësitë që ato mund t'i kenë sa i përket planeve investuese të tyre, edhe për çmimet apo kostet operuese të tyre, të cilat Republika e Maqedonisë sipas programit tonë qeveritar i ka shumë kompetitive, jo vetëm me rajonin, por edhe më gjerë. Në këtë forum, sa arritëm të kuptojmë, ishte edhe një projekt shumë interesant ku nga vetë shteti zvicran ofrohet një donacion, nëse mund ta quaj, për të gjithë shtetasit që kanë qëndrim të përhershëm këtu, por që me origjinë nga Maqedonia, pra ofronte grande nëse ato paraqesin një business plan. Çfarë konkretisht mund të na thoni rreth kësaj ideje, shumë të favorshme për gjithë ato që janë të interesuar të investojnë në vendlindje? Siç e cekët edhe ju, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me qeverinë zvicrane. Qeveria zvicrane ka ardhur me një program i cili quhet SECO, të cilin e prezantuam sot në Business Forumin të mbajtur këtu në Ciri. Programi SECO është një lloj krediti i cili jepet shtetasëve të Republikës së Maqedonisë që janë me qëndrim të përhershëm apo të përkohshëm në shtetin zvicran dhe të cilit kanë ide biznesi për të investuar nga vendi që vinë ata, në këtë rast Republikën e Maqedonisë. Pra ky është një kredit, të themi, prej deri në 500.000 franga për fillimin e punëve të biznesit si fillim dhe duhet të paguhet në afat për 5 vjeçar, pra me një interes prej 1%. I cili është, do të thënë, shumë i favorshëm. Në këtë rast, cilat janë, si thua, rrugët më të shkurtra, apo cili duhet të jetë hapi i parë i një personi i cili është i interesuar, ku ai duhet të drejtohet për të aplikuar për të fituar këtë lloj mbështetje që jep shteti zvicran? Me siguri ato duhet të drejtohen në zyrat e SECO-s, por mundën të drejtohen edhe në zyrat tona. Ne do t'i evalesojmë kontaktet me SECO-n, pra çdo kush që ka një ide biznesi, të cilën atë ide e hedh në letër, me atë ide biznesi, ato aplikojnë në këtë sektor të Ministrisë Punëve Qashme të Qeverisë Zvicrane, ku formohet një komision edhe sipas ideve, qofshin ato ide në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, prodhimtarisë e tjera. Komisioni vendos për shumën të cilën mundet të merret nga aplikuesi. A kemi raste të këtilla që kanë përfituar, qoftë edhe jashtë Maqedonisë, nga eksperienca e këtij programi SECO? Çfarë mund të na thoni? Për momentin ka 4 raste
në Republikën e Maqedonisë që kanë fitu. Pra njëri rast është në Kumanov, tjetri është në Gostivar dhe 2 në Tetov. Pra ato afër 1.5 milion franga zvicerane vetëm janë dhënë për mërgjimtarët tonë që të investojnë në vendlinjen e tyre, pra në Republikën e Maqedonisë. Në qarë profilin, në cilin sferë më shumë preferohet investimi ose ku më lehtësisht mund të merren këto donacione apo kjo kredi, domethënë me një interes shumë të favorshëm? Po siç e theka edhe më herët, sektoret më të preferueshme do të ishin bujqësia, blegtoria, edhe gjithçka që ka të bëjë me prodhimtarinë. Pra për momentin, grantet të cilat apo kreditet të dhëna për kompanitë ekzistuese janë në sferën e industrisë së drurit, pra prodhimit të peletave, edhe gjithashtu në sferën e bujqësisë. Agencioni juaj është shumë i rëndësishëm, është emërtuar dhe agencioni për investime. Mua më kellet ju përgëzoj dhe t'ju uroj suksese. Megjithatë, nëse ju keni diçka që të thoni, një mesazh për bashkëvendasit tanë në vendligje dhe kudo që ato janë, mund të përcjellni një mesazh drejtuar të gjithëve për të investuar sa më shumë në vendligje. Gjithashtu edhe një herë ju faleminderit për kohën që e morët të ndjekni Business Forumit të cilin e organizuam ne në bashkëpunim me ambasadën këtu në Republikën e Zvicrës, duke marrë parasysh që televiziori juaj shikohet shumë edhe në diaspor. Unë do të kisha bërë thirrje të gjithë mërgjimtarëve, të cilët i kanë mundësitë edhe idetë për të investuar në vendlinjen e tyre, të drejtohen në agencionin ton, apo në zyrën ton direkt në BEN, apo direkt në programin SECO.